Mirë, sot do të analizojmë një tekst filozofik mjaft interesant, Çelësi i lirisë i Berzat Sadikut. E dini pse është kaq tërheqës? Sepse merr një koncept që të gjithë mendojmë se e njohim, lirinë, dhe e kthen krejtësisht përmbys. Na bën të pyesim, po sikur gjithçka që kemi menduar për lirinë të jetë e gabuar? Pra, ja ku është pyetja që na shtron teksti. Po sikur liria të mos jetë fare fuqia për të thyer kufit. Të gjithë e mendojmë shumë, apo jo? Liri do thotë pa rregulla, pa kufizime, po nëse ky mendim në fakt na ka çuar në një rrugë pa krye. Dhe këtu kemi thelbin e gjithçkaje. Sipas këtij teksti, liria e vërtet nuk ka të bëjë me heshjen e kufive, por me ndërtimin e diçkaje të brendshme, një fortesë të brendshme. Pra, nuk është një rebelim kundër botës jashtme, por është aftësia për të qëndruar fort pa lëkundur pavarësisht kaosit përreth. Mirë, le të hyjmë pjesës parë. Do të shohim se si ky tekst e ripërcakton nga themelit atë që ne e quajmë liri. Ideja këtu është kjo: kur kërkojmë liri duke hequr çdo rregull, çfarë mbetet? Sipas tekstit, mbetet një paqëndrueshmëri totale. Një liri pa një qendër, pa një busull të brendshme, nuk të çliron as pak. Përkundrazi, të lodh, të raskapit. Bëhet si një anije pa timon në mes të stuhisë. Në fund të ditës nuk është liri, është thjesht kaos personal. Tani, kalojmë te një koncept tjetër kyç, si e sheh ky tekst natyrën njerëzore. Dhe ideja është se njeriu nuk është një qenie e përfunduar, por një hapësirë e pafundme potenciali. Për ta shpjeguar këtë, autori përdor një term paksa të çuditshëm, të huazuar nga fizika, superpozicioni njerëzor. Çfarë do të thotë kjo? E po, imagjinoni se secili prej nesh, në çdo moment, mban brenda vetes dy potenciale të kundërta. Potencialin për të bërë mirë, për të ndërtuar, por edhe potencialin për të shkatruar, për të bërë keq. Dhe kjo nuk shihet si një defekt, as pak. Përkundrazi, ky është thelbi të qenit njeri. Dhe pikërisht këtu, në këtë luftë të brendshme, etika bëhet thelbësore. E pra, këtu gjërat bëhen edhe më interesante. Ky potencial i dyfisht mund të na çojë në dy rrugë krejtësisht të ndryshme. Nëse udhëhiqemi nga ajo që teksti e quan dritë, le ta quajmë një lloj qartësie morale, atëherë kjo gjendje e brendshme bëhet një terren pjellor për të rritur, për të pjekur, por pa këtë dritë, i njëjti potencial kthehet në kaos. Çdo zgjedhje bëhet një peshë e rëndë. Pyetja logjike është si e menaxhojmë këtë gjendje, këtë superpozicion. E po, teksti propozon dy parime kryesore që veprojnë si forca rregulluese për botën tonë të brendshme. Parimi i parë është drita, dhe duhet ta theksojmë. Kjo nuk është thjesht një metaforë e bukur. Sipas autorit, drita është diçka reale, pjesë e strukturës së realitetit. Ajo është forca që na bën të aftë të shohim pasojat e veprimeve tona para se t'i kryejmë. Pra, nuk është një urdhër që na thotë bëj këtë ose mos e bëj atë. Jo, ajo thjesht na jep qartësinë për të zgjedhur me përgjegjësi. Dhe parimi i dytë është dashuria. Përsëri, mos e mendoni si një emocion të thjesht kalimtar. Teksti e përshkruan si një fushë rregulluese. Çfarë bën kjo fushë? Ajo i vën në vim mendimet, fjalët dhe veprimet tona. I bën të jenë koherente. Sepse pa këtë koherencë çfarë ndodh? Biem në hipokrizi. Themi një gjë, mendojmë një tjetër, bëjmë një të tretë dhe kjo krijon një paqëndrueshmëri të thellë brenda nesh. Po kur këto parime lihen pas dore, çfarë ndodh? Teksti përshkruan një rënje në 3 hapa, një zinxhir që duket i pashmangshëm. Gjithçka fillon me lavdin, momenti kur njohja nga të tjerët bëhet qëllimi yt kryesor. Kjo të shtyn drejt lakmis, një uri e pangopur për më shumë vëmendje, më shumë duartrokitje, dhe fundi i kësaj rruge është kolapsi. Humbja totale çdo busulle morale, ku gjithçka justifikohet nëse i shërben egos. Tani, vim te një nga argumentet më të veçanta të këtij teksti. Këtu autori i lidh këto parime të brendshme direkt me strukturën e shoqërisë, duke i dhënë një rol qendror figurës së femrës. Sipas këtij burimi, femra nuk përfaqëson thjesht një rol shoqëror, ajo përshkruhet si vetë fusha e koherencës brenda familjes, dhe kjo koherencë, argumenton teksti, nuk mbetet vetëm brenda shtëpisë. Ajo bëhet themeli mbi të cilin ndërtohet e gjithë struktura etike e shoqërisë. Për ta bërë këtë ide më të qartë, teksti përdor disa analogji mjaft të fuqishme. E paraqet femrën si një parim kuantik, ku vetëm prania e saj sjell rregull në sistemin familjar, pastaj si një parim hynor, si bartësia e amanetit të jetës, dhe ndoshta më e bukura, si një yll udhëzues apo një fanar. Roli i saj, sipas kësaj pikpamje, është të ofrojë një pikë referimi të palëvizshme, pa u djegur nga nevoja për vëmendje. Dhe ky citat nga teksti e përmbledh këtë ide në mënyrë perfekte. Bën një dallim shumë të qartë. Nga njëra anë, intimiteti i saj është i kufizuar.
i shenjtë. Por, nga ana tjetër, ndikimi shpirtëror është i pakufizuar. Ai formon breza të tërë, pa pasur nevojë për dritat e skenës. Pra, për ta përmbledhur këtë pjesë, sipas këtij burimi, fuqia më e madhe formuese e femrës ushtrohet brenda shtëpisë. Por, dhe kjo është e rëndësishme, jo si një lloj kufizimi. Përkundrazi, shtëpia shihet si epiqendra nga ku buron rendi dhe dashuria që më pas përhapen në gjithë shoqërinë. Mirë, tani le ti mbledhim të gjitha këto pjesë të puzzle-it. Jemi në pjesën përfundimtare dhe kthehemi pikërisht aty ku e nisëm. Çfarë është në fundit liria e vërtetë? Këtu e shohim kontrastin e qartë mes dy vizioneve. Në njërin anë kemi atë që teksti e quan liri të rreme. Çfarë është? Është ndjekja e çdo impulsi, është ideja e një të drejtë pa asnjë pasojë. Duket si liri, por në fund të prangos. Dhe në anën tjetër, liria e vërtetë, një disiplinë e brendshme, e vetimponuar, është aftësia për të mbajtur një rend të brendshëm dhe për të marrë përgjegjësi. Dhe ja ku arrim te mesazhi kryesor i gjithë kësaj analize. Liria nuk është diçka që e gjejmë rastësisht, apo diçka që na jepet. Nuk është një dhuratë. Ajo është diçka që ndërtohet. Ndërtohet përmes qëndrueshmërisë dhe përgjegjësisë. Është si të ndërtosh një fortesë brenda vetes, gur pas guri. Ajo është forca për qëndruar i palëkundur, duke krijuar një strukturë të brendshme që mund t'i bëjë ballë çdo stuhie të jashtme. Dhe autori e mbyll gjithçka duke na lënë me një pyetje të fundit. Në fund të fundit, çelësi vërtet i lirisë ku gjendet? A gjendet në faqet e një libri, në një teori filozofike, apo gjendet në një jetë të jetuar me vetdije, me përgjegjësi? Kjo është pyetja që teksti na lë. Përgjigjen, siç duket, duhet ta gjejmë vetë në jetën tonë.